edhe jo serbe në këtë rast. Në fakt, komunitetet, që është përfshi dje ka qenë edhe ministri Rashish, edhe ne kemi qenë ftuar në orën 8:30 e kemi pas takimin. Normalisht si parti parlamentare tash ti marr rikthyme në kuvend pas 4 viteve dhe pas shumë padrejtësive që na kanë bërë si Parti Liberale Egjiptiane, jemi këtu në kuvend dhe normalisht që jemi kanë llogarit kryeministrit për me u taku. Biseduam për një bashkëpunim të mundshëm mes nesh. Normalisht që ne si Parti Liberale Egjiptiane për shkak të kërkesave tona që janë në raport me zhvillimin e komunitetit egjiptian, që është një nevojë e domosdoshme që me investu në komunitet, ne në parim nuk kemi asnjë vit kuqe me askën, në këtë rast as me kryeministrin Kurti, por me askën në Kosovë. Edhe normalisht që ne i patëm kërkesat tona, edhe kërkuam që me thonë nëse hymë në qeveri, me pas mundësi që me ndiku në politikat qeveritare që me ndryshu. Domethënë me marrë përgjegjësi, e dorëzuam një program partisë që na kemi pas gjatë fushatës që janë nevoja të komunitetit dhe kam betë ditëve në vijim që me pas takime prapë, edhe me pas sa kemi me mujt me finalizu. Kjo është një takim të parë. Do të thotë se keni premtu vot, apo kam betë të diskutohet prapë? Ne kemi bisedu për kuvenda, do të jemi në kuvend, domethënë ditën kur mohat seanca konstituive, do të jemi në kuvend sepse jemi pjesë e kuvendit. Ndërsa për pjesën tjetër të një vendimi qeveritar, sigurisht që na e presim një moment tjetër kur ka me ndodhur, kur jemi të gatshëm. Në parim jemi të gatshëm me bashkëpunu, po sigurisht që kemi pas kërkesat tona që janë legjitime dhe janë të nevojshme edhe njerë. Cilat janë disa prej atyre kërkesave që ju i bëjë? Me investu me njerë në komunitet, me pas investime në infrastrukturë, me pas buxhet ndomë që planifikohet, domethënë zotohet që ka me pas investime, me pas investime në shkollim, me pas domethënë edhe në aspektin e ligjit sepse kemi nevojë me u respektu drejtat e komunitetit sepse ka shumë racizëm, ka diskriminim. Domethënë jemi të interesuar me ndërhy direkt në jetën e komunitetit egjiptian që me u zhvillu. Për ndryshe mbesim në A kemi pas takim me partitë opozitare? Kemi pas takime, gjithçysh. Për Partinë Liberale Egjiptiane jemi të hapur edhe kemi takime me secilin, edhe nuk kemi asnjë lloj bariere. Sigurisht që